Do të bëjmë një tjetër bisedë në këto momente, por do ta zhvendosim vëmendjen tek gjeopolitika të zhvillimet kryesore që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit, për të bërë kështu një përmbledhje se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave. Me mua në studio është pedagogu marrëdhënieve ndërkombëtare Dritan Hoti. Dritan, mirë se erdhe. Faleminderit. Ne nisim fillimisht me atë që mund konsiderohet një lajm i mirë, por do të shohim deri ku do të shkojë. E kam fjalën për dakordosinë që është arritur për një armpushim 6 ditor në Gaza. Të paktën kjo raportohet nga media ndërkombëtare dhe është i dërguar amerikan Witkoff që ka thënë diçka të tillë. Domethënë deri ku jemi? Është një marrëveshje arritur apo pritet përgjigja e Hamasit? Është një projekt tani propozuar nga presidenti Trump, i cili parashikon lirimin e 28 pengjeve të Izraelit që mban nga Hamasi që prej datës 7 tetor 2023 dhe në këmbimin të saj lirimin e 1236 palestinezëve, prej cilët 180 mendojnë se janë të vdekur, por Netanyahu e ka pranuar. Në gjendjen aktuale ku ndodhet e ka pranuar propozimin e presidentit amerikan, kurse Hamasi ka dhënë një përgjigje dhe një natyre që është si ambigue. Ne do ta vlerësojmë propozimin për një armpushim të ardhur nga Shtëpia e Bardhë në përputhshmëri me interesat e popullit palestinez. Po këtu në terma semantik tani, interpretimi do të thotë që Hamasi përpara se ndodhte konflikti, po të shikojmë evolucionin e tij, domethënë të brendshëm politik institucional në brenda popullsisë palestineze ka qenë përveç se ka qenë një strukturë para-ushtarake ideologjike, por ka ushtruar një pushtet, një formë tiranike të pushtetit, përkundrejt kundërshtarëve politik dhe Fataut, po edhe kundërshtarëve politik, pra jo mbështetëse të tij, dhe ka dhe një përgjegjësi të madhe që ka krijuar precedentin e 7 tetorit, që mandej kemi parë edhe po shohim një reagim shumë radikal dhe disproporcional të Netanyahut, edhe ministrave me përmbajtje fetare, religjioze, Smotrich dhe Ben-Gvir, të cilët kërkojnë të implementojnë në pikpamjen e tyre një plan mesianik për Izraelin, nisur nga kohët më të vjetra më antike. Pra, kjo është përgjegjësia e Hamasit. Për sa i përket Netanyahut, ai e ka pranuar pasi Izraeli është një shtet i vogël. Dhe duhet të sillet, siç thot ai Joseph Ney, mendimtar i marrëdhënieve ndërkombëtare gjeopolitikës amerikane, një profesor i jashtëzakonshëm, duhet të sillet si një smart power. Nuk i lejohen të bëj gabime, dhe gabimet, për shembull mund të bëjë dhe Amerika gabime, që është një superfuqi në nivel strategjik, por rikuperohen. Por Izraeli nëse bën gabime, dhe gabimi është që nuk ka bërë ka gabimi është Netanyahu në aspekt, domethënë për sa i përket luftës në Gaza. Patjetër që ka bërë gabim Netanyahu dhe grupi radikal, edhe me një pikpamje fetare disa prej tyre, pra të zgjidhjes së konfliktit me palestinezët, kanë bërë gabime, jo vetëm gabime, po kanë vendosur në pikë pyetje diçka që quhet legitimiteti i Izraelit, që është ekuivalenti i sigurisë së Izraelit. Nëse ka qenë një kërcënim sigurie e Izraelit, tani legitimiteti është shumë i rëndësishëm për shtetin hebreu në pikpamje ndërkombëtare gjeopolitike, ka pësuar një tronditje dhe dyta ajo që quhet normat, standardet etike të ciellurit. Edhe kjo ka provokuar jo vetëm një marginalizim, por kemi parë një president Trump, që është dhe alati tyre, i afishuar, i cili deklaron që ka preferuar negociatat të drejt për drejta me Hamasin për të liruar pengjet që kishin shtetësinë amerikane, si dhe negociata po të drejt për drejta me Huthin, për të ndaluar për një lloj armpushimi në lidhje me sulmet mbi anijet tregtare amerikane, pra nuk ka pas një rakordim bilateral. Dhe e dyta, ka një debat shumë të fortë të brendshëm në Izrael, pasi është një shoqëri demokratike, madje dhe ish generali i ushtrisë izraelite, shefi, lideri i opozitës, e ka quajtur papranueshme për shtetin hebreu, që në pikpamjen e tij ka qenë shtet demokratik, vrasjen e bebeve, fëmijëve të vegjël, si dhe të moshuarve. Dhe kjo po dëmton atë që quhet moral. Do me thëmë, pranimi i armpushimit nga ana e Netanyahut, Dritan, a vjen si rrjedhoje presioneve të vazhdueshme dhe nga komuniteti ndërkombëtar, nga Europa, nga liderë europianë, të cilët nuk pranohen, e kanë thënë publikisht, as pak me këtë politik, me pse jo dhe genocid është quajtur. Ajo se çfarë po ndodh në Gaza. Genocidi ka në lidhje njëherë me të drejtën ndërkombëtare, Bruna ka dy element për ta përkufizuar. E para është një
dimensioni, ampleur quhet në frëngjisht, për masa dhe aty në Gaza ekziston dhe intencionaliteti, qëllimshmëria, aty pastaj ngele për të parë. Është e qëllimshme apo e para? E dyta, gjithsesi genocid apo jo ka me mira viktima. Është e vërtet, atë thash ka kompromentuar anën morale të shtetit ebret. Kështu që është ndjerë në presion Netanyahu që e ka pranuar? Patjetër, presionin e ka ndjerë nga Shtetet e Bashkuara, unë e kam thënë përpara 3 javësh kur kam qenë në këtë studio, është e vetmja fuqi që është super fuqi që mund të imponohet Izraelit, pasi qëndrimet e Macronit kanë marrë një përgjigje nga Netanyahu dhe domethënë ata që quhen aleat e tij politik, duke stigmatizuar këto qëndrime si një rizgjim tradicional të Francës, madje sot në mëngjes mediat raportonin të në Izrael se lajmet infiltrohen kudo dhe Areci po dhe gazetat perëndimore, jetojmë në botën e globalizuar, që Netanyahu dhe aleat e tij kanë konsideruar dhe etiketuar Macronin si një drejtues një kryezate antisemite dhe ata pretendojnë në një kohë thot kur ka edhe krime të tmeshme të Rusisë, Buça, i kemi diskutuar bashkë përpara në Buça, e të tjerë, pse nuk ka një ndjenjë që rizgjohet anti-ruse, po e quajnë një ndjenjë anti-Izrael do thot versus antisemite. Këto janë tezat mbrojtëse të Netanyahu dhe njerëzve të tij, por për masat e viktimave janë të patolerueshme bruna dhe kjo po çon në një kompromentim të legjitimitetit, po e ripërsëris për teleshikuesit, legitimiteti i Izraelit është versus ose i barabartë me sigurinë e Izraelit që është edhe sfida ekzistenciale e tij në këto 8 dekada. Mirë. Nga lindja e mesme vim në Europë në konfliktin Rusi-Ukrainë, së fundmi janë bërë publike edhe kushtet memorandumi Putin, kushtet që ai ka paraqitur për sa i përket luftës. Në fakt, nuk janë të reja, janë të përsëritura, por ndoshta janë të përmbledhura dhe si thua të zbulosura nga ana e Putin, për të cilat ai nuk do të bëj kompromis pa plotësimin e tyre. NATO jo angazhime para. E dyta, neutralitet i Ukrainës. E treta, heqje sanksioneve për Rusin. E katërta, ajo që quhet asetet ruse që quhen zhel davua rys në frëngjisht, që janë ngrirë nga evropianët, por dhe nga amerikanët, të zhbllokohen, si dhe mbrojtja e rusofonëve në Ukrainë, por nuk janë të qarta. E para njërë, neutraliteti Ukrainës nënkupton, nuk specifikohet këtë radhë. NATO po se lidhet me pikën 3. Pikën 2 por a pranohet aderimin Bashkimin Evropian? Dhe si do tjetë ky neutralitet? A do tjetë një qeveri rusofile në Kiev që do ta garantojë atë? A kërkohet nëpërmjet këtij, domethënë insinuohet një vasalizim i Ukrainës? E dyta, heqja sanktsioneve lidhet me gjendjen ekonomike, e cila është e vështirë, duhet ta pranojmë. Në shumë aspekte, por mbrojtja e komunitetit rusofon në 4 rajone. Por për teleshikuesit tonë, lajmet e fundit, çfarë po ndodh Bruna? Putin vetëm ditë e fundit në mënyrë diskrete ka instaluar 125.000 trupa, janë lajmet e fundit to, në kufirin me Ukrainë. Nëse ne kujtohemi në sulmin e datës 22 shkurt 2022 ka qenë kanë qenë 150.000 trupa të instaluara në linjën kufitare prej 1.200 km, ndërsa tani kemi 125.000 trupa të dislokuara afër kufirit Ukrainës dhe mendohet që për një ofensiv në Donetsk për ta futur totalisht në kontroll ose ta përfundoj atë që ushtria ruse nuk ka arritur deri tani ta kryejë pasi ka hasur vështirësi. Pra po shton trupat? Jo vetëm po shton ka 125.000 trupa aludohet për një ofensiv në Donetsk. Pra, po e dyta, paralelisht me këtë, kanë kryer Marina ruse me 20 anije, 20 ato forcat aerospaciale, 25 avion helikopter, mbi 3-4.000 ushtar kanë kryer manovra të natyre detare, po dhe ajrore në detin Baltik. Jo në detin e Zi ku duhet pasi Turqia në dalje ju blokon të treja, siç ka është angazhuar të treja ato që quhet ndaljet ose ngushticat, por në detin në ujërat ndërkombëtare të detit Baltik dhe me pretendimin nga Ministria e Jashtme ruse që perëndimorët po kërkojnë ta kompromentojnë në konceptin gjeostrategjik detin Baltik dhe ta shndrojnë tërësisht në një domen të kontrolluar prej tyre, por ka dhe diçka akoma më të fundit, por una që tregon Amerikanët kanë instaluar, kanë zbarkuar forca në Grotland, është një ishull në jug të Suedis dhe këto janë orët e fundit, me armatime
në Grotland që ndodhet 300 kilometra përballë Kaliningradit, që do të thotë e para Amerika kërkon të jep garanci për gjithë perimetrin e vete perëndimore që unë garantoj pjesën veriore të tij, e dyta ishulli i Grotlandit lidhet me rrugët e Arktikut, pra duke përfshirë dhe Groenlandën, që quhen marrëdhëniet ndërkombëtare në veriun e Evropës, dhe është dhe një pikë garancie, pra luan rol në të dyja akset, përkundrejt Rusisë edhe përkundrejt rrugëve të veriut. Por e treta është që tregon që nuk ka një dizangazhim amerikan nga Evropa, madje strategët usharak shohin tërsinë e forcave amerikane që ndodhet në Ramstad, Gjermani, gati 40.000 forca operacionale, në Belgjik, flote 6 në Itali, në Rumani një bazë e madhe, në Poloni janë ende prezente në tërsinë e totalitetit të tyre. Pra, për te retorikës, gjërat nuk kanë lëvizur dhe nuk kanë ndryshuar për sa i përket qëndrimit amerikan. Ajo që dua unë të kuptoj, Dritan, është përse janë këto lëvizje në terren, shtim trupash, qoftë nga Rusia apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ka negociata ose ka përpjekje për negociata për armëpushim apo për t'i dhënë fund luftës. Këto janë quhen ligjet e diplomacisë ose manierat edhe të luftës. E para, nëse ka luftë, gjithmonë ka një ligjërat, një retorik, një verb dhe... të them diçka. Putin shpalos një memorandum, disa kushte, dhe nga ana tjetër përforcon trupat në kufirin me Ukrainën. Shiko, ka diçka, po është e vërtet, po kjo është... jemi drejt... Jo, nuk jemi drejt përfundimit... intensifikimit të luftës, apo jemi drejt armëpushimit? Janë të dyja trajtat, kur ka një krizë të tillë që është një luftë, pasi që nga prill i vitit 2022 ky nuk është më një operacion special, është një luftë të hapur, konvencionale, nuk quhet më, ka humba të definicioni për kufizimin e një lufte. Putini, në strukturën e tij mentale dhe psikoprofilin e tij, ka mosbesim permanent për kundrejt perëndimit, duke përfshirë dhe Amerikën. Ka dhe një bindje tjetër, që Trump ish president, por nuk është i gjithë pushtetshëm, që ka mekanizma, ai quan shtet i thellë, që në mënyrë disi pejorative, që lidhen me strategjit afatgjate të influencës amerikane në botë, dhe Trumpi nuk ju reziston dot më, dhe po shihen edhe tani prezenca amerikane, dore që Elon Muskit tregon një rikthim në tradicionalizëm të qëndrimet kryesore, akset kryesore të politikës jashtme amerikane. Dhe Putini luftën në Ukrainë ka kryer për dy motive. E para është motivi ideologjik, pasi Ukraina në pikpamjen e nacionalistëve rusë është djepi i rusizmit, aty ka lindur Russian Kiev. E dyta, në planin strategjik, Rusia me Ukrainën do të ishte sërish në trajta një përmas perandorake, dhe nëse Ukraina bie në kontrollin perëndimor, Rusia do të pësonte një difat madhe strategjike. Prej Ukrainës është sulmuar dhe nga Napoleoni dhe Hitleri, por ka dhe një motiv madhor që ju ka shtuar komentatorëve, që quhen pandits në anglisht, në një term të zgjedhur, të marrëdhënieve ndërkombëtare. Në 2023 në një fjalim Putini aludoi diçka. Ne si përmorën ofensivën në Ukrainë për arsye kombëtare, por edhe për të shkundur, rimodeluar sistemin ndërkombëtar, rendin botror. Pra janë të dy premisat. Është në terma kombëtariste ose nacionale, sipas pikpamjes së nacionalistëve rusë, por është bruna nisur edhe nga ajo që quhet modifikimi, përmbysja e lisive në sistemin ndërkombëtar, një botë multipolare, një botë me pole, madje rusët kanë dhe një ëndër të tyre. Ata mendonin për një partneritet që nënkupton deri diku një lloj pariteti amerikano-rus për influenca në botë, por që nuk po realizohet, se po i shohim dhe tendencat e orëve të fundit dhe ditëve të fundit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra është një situatë shumë komplekse, e cila mund të marrë trajtën e një përparimi, avancimi për sa i përket bisedimeve, po mund të marrë trajtën edhe një përthellimi, radikalizimi të luftimeve. Drejt ku mund të shkojë. Dhe amerikanët mund veprojnë në këtë rast, meqense Trumpi eziton të përfshihet drejt për drejt në një armatosje edhe më të përthelluar të Ukrainës, ai mund veprojë nëpërmjet vija, si quhet, me ndërmjetësinë evropianëve, pra armët të kalojnë në bashkëpunim evropianë dhe fuqitë evropiane të kalojnë jemi në një botë shumë të rrezikshme, kur pas projektit skenarit nacionalist rus kemi tani një skenar tjetër të ekstremistëve në Izrael për realizimin e pikpamjeve të tyre mesianiko-kombëtare politike dhe një Izraeli të konsiderueshëm.
kemi rrëzimin e tensioneve në Tajvan, si dhe do me thënë rishpërthimin e rivalitetet dhe përplasje ushtarake Indi-Pakistan. Edhe kutia e Pandorës ishte sulmi i Rusisë në Ukrainë. Rusisë në Ukrainë, për të cilën Turqia sërish ofrohet si një vend organizator nëse mund të arrihet një paqe. Stambolli e ka bërë të ditur vetë ministri Ashton Hakan Fidan. Që në fillim ka qenë. Ka qenë në fakt. Vazhdimisht Erdogan është ofruar si një negociator. Erdogani ka diçka. Nëse në nivel, në terma individual ka marrëdhënie normale me Vladimir Putinin, përsa i përket qëndrimeve të politikës jashtme turke, të ushqyera nga qëndrime historike të saj, Turqia një integritet në Ukrajinës dhe nuk pranon aneksimin e Krimes, e cila dikur ka qenë në influencën e perandorisë otomane. Po me gjithse nuk ka marrë pjesë dhe nuk ishtë bashkëngjitur sanksioneve ekonomike kundër Rusisë, edhe në planin psikologjik afron një, dhe më thënë, perceptimin e një vendi më neutral se vendet e tjera ku mund mbahen këto negociata. Ndërkohë Turqia është e gatshme të nisë dërgoj dhe trupa, ose të marrë pjesë në trupat ushtarak nëse do të ketë një forcë për garantimin e sigurisë në brenda teritorit Ukrajinas, të cilën me sa duket Putini nuk kërkon të pranojnë në një formë të tillë, pasi Putini nuk kërkon një Ukrajinë NATO, por nuk pranon as forcat NATO-s brenda Ukrajinës, por Turqia, do me thënë, me qënë se ka qenë disi e diferencuar, jo në qëndrimet për integritetin e Ukrajinës, por në qëndrimet për sanksionimin e Rusisë, edhe ka mbajt një kanal të hapur të përqimit të mesazheve që tregon dhe zotësinë elasticitetin e Erdoganit dhe Hakan Fidanit në politikën e jashtme, dhe kanë qenë shumë të suksesshëm, sa janë lavduruar edhe nga Trumpi publikisht, e ka parë me një lloj idolatrie, admirimi si një individ përteti që një autokrat, po të zotin geopolitikisht dhe diplomatikisht. Turqia është një vend që garanton pra një lloj statusi deri diku më neutral, nisur nga perceptimet psikologjike. Dhe aty ka qenë, mbaj mend diçka që tregon dhe përmendsinë e elitës Kremlin, në bisedimet e para ka qenë dikush i quhej Medinsky, është ende sot, kur mbajtën Turqi, një njëti person që ka qenë përpara 3 vjetësh, dhe ai deklaroi delegacionit Ukrajinas, ne jemi aq të konsistent për të arritur synimet kombëtare, sa ne jemi në gjendje, pra Rusia, ushtria ruse të zhvillojë një luftë që mund zgjas 21 vite sa që ka zgjatur lufta e Pietrit parë kundër Sharlit të 12 të Suedis, që ishte edhe lufta që i dha spunton atë, i dha mekanizmin përshpejtues ndërtimit të një Rusie cariste, pra situata shumë komplekse Bruna, që mund të rrjedh ose mund baskyle ka një, mund përmbyset në një kaje, është në frëngjisht shumë nga një kaje ose nga një kaje tjetër. E tillë është situata në cilën ne përjetojmë, por edhe diçka do thosha, se kam dëgjuar në media shqiptare që nuk ka një interes të Amerikës lidhen, nisur dhe nga procesi elektoral për Shqipërinë. Ka një interes amerikan, ata thonë nuk ka as për Evropën. Amerika është pjesa kryesuese e aleancës euroatlantike. Ka disa një trajta të re marrëdhënie të procesit të bisedimit marrëdhënieve tregtare, por nuk është përbër koncepti filozofik i Evropës. Ata kryesojnë NATO-n, kryesojnë perëndimin, për më tepër hapësira shqiptare, që nuk duhet ta shohim si epicendrën e botës, bën pjesë në perimetrin e popullsive që janë pro-amerikane bashkë me Ukrainën. Izraeli ka pasaj marrëdhënie edhe më komplekse me Amerikën, por dhe pro-amerikanizmi është aty, pra që nuk do të ketë një shvendosje të fokusit amerikan përkundrejt Shqipërisë dhe çështë hapësirës shqiptare, për arsye të pro-amerikanizmit të shqiptarëve dhe për arsyet e atyre që atë që quhet interesante nisur nga pikpamje historike që përfaqëson çështja shqiptare ose popullsitë shqiptare në Ballkan. Dritan, falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam bashkë.